Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë të shtunë datë 27 dhjetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin korrupsioni dhe evazioni fiskal kanë gjeneruar 9.2 miliard euro të ardhura të paligjshme në Shqipëri. SBA hetim Tiranës zyrtare për kullat dhe pastrimin e parave. Penalizohen 362 farmacitë, sigurimet shëndetësore denoncuan dhe prishën kontratat me farmacitë që dhanë barna të rimbursuara me fatura fiktive. Në gazetën Dita mund të lexoni nomenklaturë kryeministrore, katandisja e PS-s në një trup pa kokë, pa mendje e pa shqisa, nga Fatos Tarifa. Zyrtare vale re sanksionesh amerikane ja personat dhe sektorët që janë përfshirë. Në gazetën Panorama mund të lexoni aferat e pushtetarëve, dash paralajmëron non grata të tjera në Shqipëri, 90 ditë hetim për Akshin, Kesh dhe OST-n. Në Panorama Sport mund të lexoni Egnati Ashtmacia e zez Dinamo do revanshin, Hallaçi i shkel syrin të kuqve, Myslovic te Tirana. Juve all-in për Tonalin, David pjesë e tratativës. Mbappé dhe Yamal misterat 200 milionësh. Superkompjuteri nxjerr kampionin e Premier Ligës.